Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Durimtari arrin më të mirën. Sahabiu i nderuar Ibn Mesudi citohet këtë thënë: lehtësimi dhe ndihma janë nga besimi dhe kënaqja. Ankthi dhe pikëllimi janë nga dyshimi dhe zëmërimi. Ai gjithashtu thoshte: durimtari arrin më të mirën. Eban Ibn Taglibi ka thënë: dëgjova një beduin duke thënë: një prej tipareve më fisnike shfaqet kur njeriu goditet me një sprovë dhe ai përdor durimin për ta kapërcyer sprovën. Durimi dhe shpresa e tij ndikojnë pozitivisht mbi të. Thua se ai e shikon veten të çliruar nga problemi dhe dhimbja e vet. Kjo gjendje shpirtërore buron nga besimi i tij në Allah dhe nga mendimi i tij i mirë për Allahun. Sa herë që një njeri e zotron këtë karakteristikë, ai s'do të pres kurrë për shumë kohë që Allahu t'ia plotësojë nevojat e t'ia heqë fatkeqësinë. Ai do të shpëtohet dhe dini e imani i tij do të qëndrojnë të paprekur. El Esmai, një dietar i shquar, tregon se një beduin kishte thënë: druaju së keqes kur jenë në situatë të mirë. Shpreso për të mirë kur jenë në situatë të keqe. Shumë njerëz që kanë jetuar e kanë kërkuar vdekjen, dhe shumë të tjerë që kanë vdekur e kanë kërkuar jetën. Dhe siguria vjen më së shpeshti pasi të jetë shkelur shtegu i frikës. Të mençurit kanë thënë: i urti kur e kaplon vështirësia, e ngushëllon veten në dy mënyra. Njëra është të kënaqurit sa je ende i palënduar. E dyta është të shpresuarit për rrugdalje nga vështirësitë që të kanë goditur. Ignoranti dridhet dhe nevrikoset në situata vështirësish në dy mënyra. E para është numri i njerëzve nga të cilët kërkon ndihmë. E dyta është frika e tij e vazhdueshme për atë që është më e keqe. Siç përmendëm më sipër, është thënë se Allahu na disiplinon nëpërmjet sprovave. Një formë edukimi kjo që hap zemrat, syt edhe veshët. El Hasan ibn Sehli i përshkruante sprovat si zgjim për harrestarët, mjet shpërblimi për durimtarët dhe përkujtues të bekimeve. Dhe caktimi i Allahut është gjithmonë më i miri, sidomos për ata që duket se kërkojnë vdekjen e që presin jetën e përkujtimit. Ndryshe nga ata që përmenden në ajetin e mposhtëm. Ata që nuk luftuan, thanë për të vetët e vrarë ndërkohë që vetë qëndruan. Sikur të na dëgjonin neve, nuk do t'ishin vrarë. Thuaj ju: largoheni pra vdekjen prej jetës suaj, nëse mundeni. Thellohuni. Nëse ndjeni dhembje, edhe ata ndjejnë dhembje, por ju shpresoni nga Allahu atë që ata nuk e shpresojnë. Fal arsyes së përmendur në këtë ajet, besimtari vërtet ka një nivel të lartë tolerance kur goditet me një fatkeqësi. Durimi, qëndrueshmëria, qetësia dhe përmbushja e detyrimeve ndaj Allahut janë cilësi që mund t'i gjeni tek besimtari vërtet, përkundrejt të tjerëve, të cilët nuk zotrojnë as 1/10 e asaj që ka besimtari prej atyre cilësive, sepse baza e kësaj gjëje është besimi i fortë dhe bindja e palkundur. Shoku i pejgamberit, Makil ibn Jasari, transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: Zoti juaj, i mirësishmi dhe i lartësuari, thot: o biri i Ademit, dedikoja kohën tënde adhurimit tim dhe unë do të mbush zemrën me pasuri dhe duart me furnizim. O biri i Ademit, mos e largo veten nga unë, përndryshe do të mbush zemrën me varfëri dhe duart me probleme që do të preokupojnë. Të drejtuarit Allahut në adhurim, të penduarit para tij, të kënaqurit me të, të paturit e një zemre plot dashuri për të, të përkujtuarit e tij,
dhe të ndjerit gëzim nga njohja e tij janë të gjitha shpërblimet hershme. Cilësia e një jete të tillë është tepër e epërme për t'u krahasuar me jetët e mbretërve. Mos u pikëlloni nga varfëria, vlera juaj është e lartë. Imam Ali ibn Ebi Talibi ka thënë: vlera e çdo personi peshohet me të mirat që kryen. Prandaj vlera e dietarit bazohet në dijen e tij, qoftë kjo e kufizuar apo e madhe. Po kështu, poeti lavdërohet sipas cilësisë së poezive të tij. E kështu me radhë për çdo person të çdo profesioni. Vlera e tij ndaj njerëzve matet me nivelin e tij në atë që bën. Por njeriu duhet përpiqet të arrisë vlerën e tij duke kryer vepra të mira, duke rritur dijen dhe nivelin e urtisë, duke kultivuar dhe pastruar mendjen dhe duke mbjellur tipare fisnike në personalitetin e tij. Këto vlera janë përtej matjes njerëzore, por të shpërblyeshme si këtu, ashtu edhe në përjetësi. Duke lexuar mund të zhvilloni talentet. Të lexuarit ju zgjeron horizontin, ju udhëzon moralin dhe ju forcon aftësinë për të menduar. Leximi është qetësim për të vetmuarin, stimulues për mendimtarin dhe fanar për udhëtarin. Lënia e studimit ja kufizon njeriut aftësinë shprehse, të menduarit dhe personalitetin. Shumica e librave kanë një farë përfitimi, qofshin ato me thënie të urta, ndodhi interesante, përvoje të çuditshme apo dije të reja. Mundet madje të thuhet se përfitimi i leximit është i pamat. Dhe kërkojmë strehim tek Allahu nga njëra prej fatkeqësive më të mëdha, pavendosmëria dhe vullneti i dobët. Studiojini shenjat e mahnitshme të Allahut në krijim. Nëse i studioni shenjat e Allahut në natyrë, do gjeni gjëra aq të mahnitshme sa që do ju alargojnë shqetësimet dhe ankthin. Shpirti kënaqet me të çuditshmen, të mrekullueshmen, të habitshmen. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë një hadith nga Xhabiri ibn Abdullahu, i cili tha: I dërguari i Allahut na nisi në një ekspeditë dhe caktoi Ebu Ubejden si prijës. Duhet të vështronim një karvan të Kurejshve. Duke mos gjetur asgjë tjetër, i dërguari i Allahut na dha një enë me hurma për udhtim. Kështu që nga dita kur u nisëm, Ebu Ubejde na jepte vetëm një hurmë në ditë. Transmetuesi i hadithit e pyeti Xhabirin se ç'bënin ata me hurmat. Ai ju përgjigj: I thithnin hurmat siç bëjnë fëmijët, pastaj pinin ujë mbi to. Kjo na mjafton të gjerë në muzg. Pastaj godisnim gjethet e pemëve me thuprat tona, i njomnim dhe i hanim. Po ecnim në breg të detit kur pam diçka që nga larg dukej si një kodre madhe rëre. Duke u afruar, e kuptuam se ajo ishte një balenë. Ebu Ubejde thot se kjo kafshë kishte ngordhur pa e therrur. Pastaj ai tha: Jo, neve jemi lajmtarët e dërguarit të Allahut, jemi në rrugën e Allahut dhe gjendemi ngushtë ndaj hani që të gjithë. Zoti ynë është ai që i dha çdo gjëje formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Një fare mbjell në tokë nuk rritet pa u tundur pak toka. Pastaj ajo ndahet dhe fillon të rritet. Kur ne i zbresim ujin, ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet rrit bim të këndshme. Zoti ynë është ai që i dha çdo gjëje formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Doktor Zaglule Nenxhari, një kërkues në kozmologji, përmendi në një prej leksioneve të tija se një komet e ka filluar udhëtimin miliona vjet më parë dhe me gjithë shpejtësinë e madhe, ajo ende nuk ishte afruar sistemit ton diellor. Betohem në shuarjen e yjeve. Zoti ynë është ai që i dha çdo gjëje formën e vet, pastaj e udhëzoi atë.
Një ndodhi e mahnitshme u njoftua nga gazeta Aktualitete në numrin e saj të 396 me 1953. Ajo titullohej Ngjarja e Onës. Ona ishte një balenë gjigande nga brigjet e Norvegjisë, e cila peshonte më shumë se 80 tonë. 8 traktore mbartën atë të lidhur pas një kamioni transporti. Balena do të ekspozohej në Paris për një muaj dhe vizitorëve do t'ju lejojë hyrja në barkun e saj të ndriçuar. Organizatorët dhe policia s'ishin në gjendje të binin dakord mbi vendin e ekspozimit, sepse përmasat dhe pesha e balenës përbënte rrezik për strukturën e çdo ndërtese apo rruge ku do të ekspozohej. Me gjithë moshën e saj të re, 18 muaj, ajo kishte arritur gjatësinë e mahnitshme prej 20 metrash. Ajo ishte kapur në ujrat norvegjeze një vit më parë dhe ishte transportuar për ekspozim me një tren të posaçëm nga njëri qytet i Europës në tjetrin. Për shkak të problemeve me madhësinë dhe peshën, ajo u desh të transportohej me anë të një kamioni të veçantë 30 metra të gjatë. Zoti ynë është ai që çdo sendi i dha formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Milingona e ruan ushqimin për në dimër duke qenë se nuk del jashtë në të ftohtë. Nëse ka grur që mund të rritet, Milingona e pret dysh që të mos mbijë. Kur s'ja del të gjej ushqim, gjarë për i shkretirës shtiret sikur është drua po dege ndonjë peme. Kur ndonjë zog ulet në të, gjarë për i e kap dhe e ha. Zoti ynë është ai që i dha çdo gjeje formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Abdul Rezak e Sanani transmeton prej Muamer ibn Rashid el Basriut se ky ka thënë: Në Yemen kam parë një bistak rushi në përmasat e një ngarkese të plotë mbi mushk dhe trungje të larta hurmash me fruta pal. Të gjitha pemët dhe bimët ushqehen nga e njëjti lloj uji. Dhe ne e bëm shijen e disa frutave më të mirë se të tjerave. Çdo bim pajiset me një sistem mbrojtjeje që është i veçantë për të. Disa janë të fuqishme, disa kanë gjemba me të cilat mbrohen, ndërsa të tjerat janë të hidhura dhe pickuese. Zoti ynë është ai që i dha çdo gjeje formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Fizikantët thonë se gjithësia vazhdon të zgjerohet, pak a shumë siç zgjerohet një ballon kur fryhet. Ne, me forcën tonë ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Të tjerë pohojnë se toka po zvoglohet, ndërsa oqeanet po zgjerohen. A nuk e shohin ata se ne i sjellim paksimin tokës nga të gjitha anët e saj? Zoti ynë është ai që i dha çdo gjeje formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Revista El Feisal në numrit 62 të vitit 1982 botoi foton e një lakre që peshonte 22 kg dhe ishte me diametër 1 metër, dhe të një qepe që peshonte 2.3 kg dhe ishte 30 cm në diametër. Aty përmendej se kishte një domate me perimetër 60 cm. Të gjitha këto madhësi abnormale ishin gjetur në fermën e një Meksikani. Zoti ynë është ai që i dha çdo gjeje formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Në kokë janë 4 lëngje. Lëngu i ëmbël në gojë që përzihet mirë me ushqimin dhe pijen. Mukoza në hund që parandalon pluhurin nga të hyrit. Lëngu i kripët në sy që pengon tharjen. Dhe lëngu i hidhur në vesh që mbron nga insektet. Kurani na fton të thellohemi. Dhe në vetët tuaja, a nuk shihni? Dhe ju mësoi atë që nuk e dinit. Allahu i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Dhe Allahu ju nxori nga mitrat e nënave kur nuk dinit asgjë. Dhe ai ju dha dëgjim, shikim dhe zemër.
Ne I mësuam atij mbarimin e petkave të hekurta për ju, që t'ju mbrojnë në rast të lufte. Jo, por ata e mohuan atë pa e kuptuar dhe pa ju ardhur shpjegimi I tij. Edhe ne nuk u treguam asnjë mrekulli që nuk ishin më të mëdha se njëra tjetra. Zoti ynë është ai që çdo gjëje I dha formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Zemra nuk do të ndihet e braktisur vetëse kur I mos bindet Zotit saj. Hasan el Basriu ka thënë: O biri I Ademit, kur profeti Musa e kundërshtoi Hidrin në 3 raste, ky I tha: Këtu ndahemi unë dhe ti. Atëherë si do të ndodh kur ti nuk I bindesh Zotit tënd shumë herë në ditë? A ndjehesh aq I sigurt sa ai të mos të thotë: Këtu ndahemi unë dhe ti?